Të paktën 6 persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur pasi një autobus u përfshi nga flakët në qytetin Kërzeres në perëndim të Zvicrës. Ngjarja ndodhi rreth orës 18:25 minuta me kohën lokale të martën më 10 mars në qendër të qytetit, rreth 20 kilometra nga kryeqyteti. Sipas policisë, të paktën 3 persona u transportuan menjëherë në spital për trajtim, ndërsa raportohet se edhe një pjesëtar i ekipit të zjarrfikësve u plagos gjatë ndërhyrjes për shuarjen e zjarrit. Shkaku i flakëve ende nuk është konfirmuar dhe autoritetet kanë nisur një hetim për të përcaktuar rrethanat e sakta të incidentit, përfshirë edhe mundësinë që zjarri të ketë qenë i qëllimshëm. Disa raportime paraprake sugjerojnë se një person mund t'i ketë vënë flakën vetes pasi dyshohet se ka derdhur benzinë mbi trup, por kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht nga autoritetet. Autobusi po udhëtonte nga komuna Dudingen, rreth 17 kilometra në jug të Kërzeres. Në një reagim në rrjetin social X, presidenti zvicerian e cilësoi ngjarjen si tronditëse dhe pikëlluese. Një dëshmitar që ndodhej në autobus ka rrëfyer momente dramatike të ngjarjes, i tronditur dhe me fytyrën e mbuluar nga tymi. Ai tha se një burr i kishte vënë flakën vetes brenda autobusit pasi kishte derdhur benzinë mbi trup. 3 nga të plagosurit u dërguan në spital për trajtim të menjëhershëm, ndërsa 2 persona të tjerë me lëndime më të lehta morën ndihmë mjekësore në vendngjarje. Ky incident rikthen në vëmendje edhe një tragjedi tjetër të ndodhur në Zvicër, ku 41 persona humbën jetën pas një zjarri vdekjeprurës që shpërtheu në një resort të skish gjatë natës së Vitit të Ri.